Pallati i Kongreseve del në ankand, korporata hap garën për kullat në pronë publike përballë presidencës. Një nga ndërtimet më ikonike të Tiranës pritet të azgjësohet me një të rënë të lapsit, ashtu siç po ndodh me prona të tjera shtetërore, ku në vend të tyre po ndërtohen kulla të stërmdha nga firmat private. Rritja e çmimeve për metër katror në kryeqytet ka rritur kërkesën për troje dhe pasi mbaruan trojet e privatëve, oligarkët dhe ata që i mbështesin në qeveri i kanë kthyer syt nga pronat shtetërore. Me vendime tepër të diskutueshme ku çdo gjë po shitet dhe po blihet, korporata e investimeve shqiptare tashmë është bërë preferuara e biznesmenëve duke pasur edhe Agjencinë e Zhvillimit të Investimeve. Ajo që fali qindra mijëra metër katror në Bregdet, por me spaku në përkëmb, rolin e saj ka zënë kjo korporata e cila po shet çdo pronë. Janë raportuar 10 prona që kanë dalë në ankand, nga vilat qeveritare në Velipoj e Vlorë tek pronat e liqeni i Tiranës, 21 dhjetori apo edhe ish ATSH-ja. Tashmë radha i erdhi zemrës së Tiranës, ku një ndërtesë që është edhe monument kulture do të jepet privatit për të shndruar në kull. Por e çuditshmja në këtë rast është se azgjësimi i Pallatit Kongreseve do shumë firma që nga Ministria e Kulturës, Bashkia e Tiranës, shërbimet qeveritare apo edhe një mori institucionesh. Kush ka firmosur? Deri më tani asnjë institucion apo zyrtar shtetëror s'ka dalë në sipërfaqe, teksa të gjithë kanë vepruar por kanë fshehur dorën. Të tjetërsosh një monument kulture është një vepër penale ku duhen vendime kolegjiale dhe jo disa shkresa bakalli. Por korporata nxjerr pa kurfardroje dhe frike një njoftim të beft ku thot se në thirrje të ardhshme dhe shumë të afërta do të prish edhe Pallatin e Kongreseve me çfarë dokumentash, kush e ka dhënë aprovimin. Njoftimi është i thatë por shumë domethënës. Në të tilla raste duhet që të bëhen dëgjesa me grupet e interesit apo edhe me arkitektët shqiptar, por siç ndodh rëndom në vendin tonë askush nuk pyet dhe vepron me kokë të vet. Por nëse se kanë lexuar zyrtarët e kësaj korporate që bëjnë vetëm letra, Pallati i Kongreseve u projektua dhe u ndërtua në vitet 80. Punimet për ndërtimin e tij filluan vitin 1982 dhe përfunduan 1986, në 4 vjet më pas. Konstruksioni i ndërtesës është frymëzuar nga ndërtesa tradicionale e Gjirokastrës, Beratit dhe Kulla e Veriut të Shqipërisë. Pamja jashtme e tij është ruajtur mjaft mirë gjatë këtyre viteve duke qëndruar në harmoni me Muzeun Arkeologjik, Stadiumin Kombëtar Qemal Stafa dhe ndërtesat e tjera përreth. Pallati i Kongreseve është 80 metra i gjatë dhe 18-23 metra i lartë. Salla kryesore ka një kapacitet prej 2100 vendesh. Ky pallat u projektua që kthimi i sallës nga mjedis mbledhje në mjedis koncerti të projektojë me lehtësi. Pallati ka edhe 3 salla më të vogla me kapacitet prej 120, 280 dhe 300 vendesh të dizenjuar si ambiente pune për takime, mbledhje, forume apo ngjarje të tjera si këto. Disa javë më parë kryeministri Edi Rama prezantoi projektin Tirana Mundës, i cili do të vendoset në qendër të sheshit në Tereza, por më shumë se ai instalacion, më shumë rëndësisht e fjalimi për tjetërsimin e Pallatit të Kongreseve. Korporata shqiptare e investimeve do të shpallë edhe konkursin për rishpikjen, mund të themi, nëse mund të përdor këtë fjalë, rikualifikimin. Frida e thot më mirë, të Pallatit të Kongreseve me të njëjtën formulë si me stadiumin ku do të fillojë një pallat kongresesh të transformuar, të rinovuar dhe patjetër do të shohim si do të paraqiten dhe cili do të jetë projekti më i mirë, tha Rama. Sipas tij do të bëhet konkurs ndërkombëtar dhe do të bëhen edhe parkime nëntoksore. Paralelisht me projektin e Pallatit të Kongreseve, korporata ka publikuar se do të hapë së shpejti dhe ankandin për tjetërsimin dhe shërbimin e Pallatit të Sportit Aslan Rusi në Tiranë. Në vend të asaj prone do të ndërtohen kulla dhe në fund një pallat sporti. Ky projekt ka avancuar pasi është miratuar dhe një vendim i Këshillit Bashkiak që i ka dhënë dritë jeshile korporatës që të zhvillojë pasurinë aktuale e llojit truall dhe ndërtesë me një sipërfaqe toke totale prej 14.944.058 metër katror, nga kjo 5.040 metër katror ndërtesë në pronësi të qendrës sportive.